Fluks i lartë lëvizjesh është regjistruar gjatë fundjavës së parë të muajit prill në të dy anët të kufirit Shqipëri-Kosovë, duke reflektuar intensitetin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve mes së dy vendeve. Sipas të dhënave zyrtare të bëra publike nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Kukës, gjatë dy ditëve të fundjavës, të shtunën dhe të dielën, në pikën kufitare Shqipëri-Kosovë është shënuar një numër i konsiderueshëm hyrjesh dhe daljesh, kryesisht nga qytetarët të Kosovës dhe Shqipërisë. Referuar statistikave zyrtare, në hyrje drejt territorit shqiptar janë regjistruar 16.578 të Kosovës, të cilët kanë udhëtuar me 6.328 automjete, ndërkohë në kaun e kundërt, në dalje drejt Kosovës, kanë kaluar 15.798 të Shqipërisë me 5.627 automjete. Lëvizjet e shtuar në këtë segment kufitar konsideron tashmë një dukuri e zakonshme gjatë fundjavave, veçanërisht në periudhat me mod të favorshëm dhe festash zyrtare dhe me rritje të vizitave familjare turistike apo tregtare mes së dy vendeve. Pika kufitare Morin-Vërmicë mbetet një nga nyjet më të rëndësishme të hyrje-daljeve në verilinjet e vendit, sidomos gjatë fundjavave, festave dhe sezonit turistik, ku lëvizjet mes Shqipërisë dhe Kosovës njohin rritje të ndjeshme.